Kombëtarja luan të shtunën ndeshjen më të rëndësishme për kualifikueset e Botrorit 2026, ku përballë do të ketë Serbinë. Sfida shumë pritur për të dyja skuadrat do të zhvillohet në stadiumin e Leskovaci, duke nisur nga ora 20:45. Silvinjo ka zhvilluar pasditën e djeshme stërvitjen e fundit në Tiranë, teksa sot skuadra ka lënë Shqipërinë për t'u zhvendosur në Nish, aty ku edhe do të qëndrojë të grumbulluar për sfidën. Pasditën e sotme do zhvillohet seanca e fundit stërvitore në Serbi, teksa braziliani tashmë duket se e ka ndarë mendjen për formacionin e mundshëm që pritet të zbresë në fushë mbrëmjen e së shtunës. Ndryshe nga ndeshja e shkuar ndaj Letonisë, kur kuqezint humbën disa ditë gjatë grumbullimit, këtë herë gjërat kanë shkuar mirë dhe të gjithë futbollistët e grumbulluar janë në gjendje optimale. Veç kësaj, shumë nga lojtarët në listë po kalojnë momente të mira me skuadrat e tyre, duke u kthyer në protagonist me gola dhe jo vetëm. Të vetmet mungesa mbeten ato të Ismailit, Kumbullës dhe Pajazitit, me këtë të fundit që u zëvendësua nga Nazmi Gripshi. Sa i përket formacionit, Silvinjo do të bëjë provat e fundit në Leskovac ditën e sotme dhe pritet të ndajë dhe 11 startuese, megjithëse shpeshherë tekniku brazilian e ndan ditën e ndeshjes gjatë analizës së paradites. Në port nuk ka dyshime dhe Strakosha do të jetë titullar, i ndihmuar në mbrojtje nga Hysaj në të djathtë dhe Mitaj në të majtë. Në qendër opsionet janë të pakta, ku titullar mbeten Ajeti dhe Gjimshiti. Sa i përket mes fushës, Ramadani është sërish me skuadrën dhe pritet ta nisë titullar së bashku me Aslanin dhe Shehun, ndërkohë që treshja sulmit mund të ketë ndryshim. Në të djathtë Broja është titullar dhe në qendër të sulmit me shumë gjasa do të jetë Rejmanaj, ndërkohë që në të majtë ka një balotazh mes Nedim Bajramit dhe Arber Hoxhës, me këtë të fundit më të avantazhuar. Hoxha po kalon një moment të mirë me skuadrën e tij, ndryshe nga Bajrami që nuk po arrin të përshtatet me Rangers dhe minutat i ka pasur me pikatore. Kompanitë e pasteve shohin Serbinë më të favorizuar për të fituar ndaj kuqezimve, duke kuotuar fitoren e tyre me koeficientin 1.7, ndërkohë që Shqipëria kuotohet me 5.5. Një barazim i mundshëm mes dy skuadrave ka koeficientin 3.5. Megjithatë, Shqipëria ka treguar shpeshherë se ndaj skuadrave që duken më favorite di të bëjë më të mirën dhe të marrë dhe fitore, teksa në ndeshjen e parë në Air Albania, dy skuadrat e mbyllën në barazim pa gola dhe me një penallti të humbur nga Rejmanaj që mund të ndryshonte historinë e ndeshjes.